Çfarë po lexon këtu Gerken? Nuk e shikon? Është Numri më i ri i Business Magazine. Shiko çfarë cover i kemi, shiko. Wow. E njeh këtë? Mr. $500 milion. Krenar Komoni, nga 0 në $500 milion kompania e tij e ka vlerësimin. Do ta shikon shik. Është shqiptar kë? Shqiptar i Kosovës. Kompaninë e ka, startupin e tij e ka në Amerikë, Taif quhet kompania e tij. Shiko, dhe mund të dëgjoni në shqip dhe anglisht. Çfarë po bën? Sa herë të mirë shtypi ka. Për çelëra shtypet, se gjithë thoshin pse e bëni vetëm çe doni shtypin, shtypi është i jashtëzakonshëm, shikoni. 104 faqe Business Magazine për gjithë ju që ndiqni në më të fundit nga bota e biznesit, sipërmarrjes, teknologjisë, inovacionit, përveç se botrorit. Filloj me një. Po. Përshëndetje. Përshëndetje, jemi këtu te episodi 8 i botrorit 2026, e sot është data 7 korrik. 7 korrik sot. Çfarë ndodhi dje Enjo? Enjo dje filloi duke qarë. Thuaj të vërtetën. Dje doli Portugalia kundër Spanjës. Dje u bë keq. Neve bëm në minutën 91. Ne bëm në pushim podcastin e djeshëm, pushim djeshëm Spanjë Portugali dhe ishim ende me shpresa, ne duke sigur Ronaldo do të bënte ndonjë gjë. Po në fakt ç'o ndodhi? Unë pash 1-0 për Portugalinë, por doli 1-0 për Spanjën. Ore, kështu edhe për Brazilin atëherë, do fitoj 2-1 me Norvegjin dhe doli 2-1 për do ditë 2-1 për Brazilin, doli 2-1 për Norvegjin. Dhe me thënë drejtën, ti tani sa herë thotë në një gjë, juve veni nga ana kundër, ju që veni baste sportive. Baste për qef, ë? Ç'na thua, po ndeshja, çfarë ndodhi me Ronaldo? U bë keq? Ronaldo Portugalia pati shanset e veta në atë ndeshje. Por jo shumë shanse, për Spanja në minutë të fundit nga një pas shumë të mirë nga Oyarzabal, shënoi Mikel Merino. Kush ishin lojtarët që spikatën në ndeshjen e djeshme? Që janë dolën të ishin më të mirë që ishin spikatën. Më pëlqeu jo që kishte një lojtar që ishte kështu, lojtari më i mirë, por ai që bëri golin, Mikel Merino, edhe pse u fut nga stoli. Edhe Nuno Mendes e mbrojti shumë mirë Yamalin. Yamalin, po ja. Yamali nuk e bëri që mos kishte një ndeshje aq të mirë. Edhe Oyarzabal e vatë pas, por ai humbi një shans shumë të madh. Në fillim ndeshjes, pjesë parë. Po e mbaj mend që kujtoj se ishte offside dhe gjyti jashtë si pa impenjim, por ishte brenda. Çfarë ndodhi sot, Enja? Apo jo, pa shkuar në ditën e sotshme. Trumpi telefonoi Infantinon, the ti? Po, i fa ktheje karton në kujt për Balogun, edhe pastaj Belgjika shkatroi Amerikën. Belgjika i tregoi vendet dhe shumë tifoz që mund të ishin shumë dashamirës të Amerikës, gjithë jemi pro Amerikës, kishte edhe 4 gol ligun, por të gjithë u gëzuam shumë sepse Trumpi donte të tregonte që mund të ndryj politika në sport, por në fakt bëri shumë gabim. Edhe foshte gjithë bota përveç Amerikës ishte me Belgjikën në atë ndeshje. E vërtet. Dhe ne që jemi mbështetës të Amerikës, prapë se radhe nga që ishte e drejtë, u gëzuam që Belgjika e ke parasysh që kërcente të herë Trumpi kështu? Po. Kur shënoi Lukaku golin e 4 ti kopjoi kërcimin. Trumpi? Po. Si kërceu? Si Trumpi. Ma bëj një. Shihni kërcimin e Trumpit? Bëj dhe një? Por tashi çfarë ndodhi para një ore ishte një ndeshje jashtëzakonshme, super sfidë, emocione. Në minutë Qofse Ronaldo ikon në shtëpi, ai tjetri çfarë po bën? Messi ndeti. Si ja doli trinde Messi? Messi me një kthesë të jashtëzakonshme. Egjipti në minutë 14 shënoi, edhe po nga shënoi? Nga një krosim edhe me kokë. Kush e bëri golin? Ja mban mend emrin? Jo, po ishte numri 2 e Egjiptit, kaq më mend. Nuk ishte Salah. Jo. Sa nuk e pash ndeshjen, sorry. Edhe pastaj në minutën 61 bëri gol Egjipti, po nuk ju quajt për një faulli që morën topin dhe nisi kundërshtumin, me një kundërshtum shumë të bukur. Por pastaj ai lojtari që bëri golin quhet Zico, hoqi bluzën, edhe nuk i qit golin, pastaj minutë 67 bëri gol prap Zico me një kundërshtum dhe ja bëri kështu. Mori karton të verdh kur hoqi bluzën. Po. Edhe pastaj
në minutën 79, 2-1, shënon Romero, minutë 83, 2-2, shënon Messi, dhe në minutë 92, 3-2, shënon Enzo Fernandez. Qa ndodh? Po Messi, po s'u mi gjithë një penalti në pjesë parë? Messi, edhe unë atë e kam kap me video. Bëri gol do ta Egjipti. Po, Bëri gol ja, Egjipti. Ja. Kjo video e që më qove mua. Tuve Prorita në kërë. Por tani va penalti Argentinës, sa ta shohim. Ai tyr që si ishte penalti. Ishte një humbje. E priti! humbja shumë E priti! Me Austrin, po me Yes! Austrin e çoj jashtë. Po, Por me Austrin e çoj këtu nga e atje. humbi. Jo, e njëjta anë. Tani, unë çuditë se unë isha rrugës, duke ardhur këtu, kur ndeshja ishte 2-0 për Egjiptin dhe kur në morin telefon dhe më tha, ba, mbaroi ndeshja 3-2, unë u surprizova. Dhe kush ishte merita e Argentinës këtë rast? Siç është gjithmonë, do foja unë, siç ka qenë për 2 dekadat e kaluara, Lionel Messi. Lionel Messi. Pra, sado që ti je me tifoz Ronaldos, çfarë do t'i bëjmë Messit? Do të themi, elogje, bravo Messi. La Pulga. Ti heqim kapelen nga Puljas. Por Çfarë bëri tjetër Messi? Messi shënoi golin e tij të 8 në këtë botror, Pra tani, edhe kush është gola shumë më mirë i botrorit deri tani? Messi. Messi. Por e ndjekin 2 lojtarë, Mbappé, madje 3, po Mbappé më alat me 7 gola, dhe Kane me 6. Është dhe Kane, po. Kane. Kane mund ta bëjë një 3 gol në një ndeshje të vi direkt. Po 3 golsh. Tani nëse Anglia do fitoj me 4-5 gola dhe Kane i bën 3. Po jo s'besoj se kanë dhe Norvegjin. Normalisht kanë ndeshje. Haaland kundër Kane. Wow. Luftë dhe për kampionat dhe për golashënosin, Po, por pastaj është France-Morok, kemi pas nesër, se nesër nuk kemi ndeshje. S'kemi nesër, është pushim. Jo. Sot çfarë ndeshje kemi presim tani? Sot tani presim në orën 10, 2 shteti që janë të Pa, forta, pak por minuta. jo me emër të madh. Zvicër me Kolombin, Granit Xhaka kundër Kolumbisë. kundër Luis Diazit dhe James Rodriguez. Edhe James Rodriguez. Klinsmani që e përshëndesim, na ka thënë që Kolumbia do bëj surprizën. Geri na kishte thënë që do e bëj Norvegjia, Geri deri tash ja ka dalë. Geri fan çerek finale. E përshëndesim Gerin. Geri, përshëndetje. Geri. Se këtu te ky podcast kemi filluar të bëjmë ne kështu përshëndetje nga ekrani, kemi filluar të bëjmë promovime, product placement dhe harrova prit. Kemi edhe këtë birën Peja. Përshëndesim Erkinin, i cili është menaxheri më i marketingut për sa i përket birave. Dhe Zvicra, si pritet sot Zvicra në Kolumbinë? Cili është opinioni jote? Jeni që Për mund mua, Zvicra ka qenë me, për shumë, me Katarin ata fituan. Jo, do më barazuan barazuan pra. në minutë të fundit. Ajo performanca s'më pëlqeu. Por pastaj kundër Bosnjës, ata deri minutë 76 bën golin e parë, pastaj Bosnia mori karton kuq, ndeshja mbaroi 4-1. Prej kartonit kuj, besoj. Po, Atë na mund edhe ne bosnjakëve, çfarë di bën? edhe pastaj kjo performanca më këto dy të fundit me Kanadan ata fituan 2-1, edhe me Algjerin ata fituan 2-0. Që të kalonin në Pra janë penalti. përmirësim, janë ekip solid. Po, por edhe Kolombia si çfarë Klinsmani janë të mirë. Atëherë parashikimi për ndeshjen e sotshme? Tani kam frikë të them në një parashikim. Ti thua si dush, ato Unë do mendoj dalin si 1-1 fiton Zvicra në penalti. Kjo mos ta ktheni mbrapsht. Apo Ose unë fiton mendoj Kolombia që pastaj penalti. do jetë një ndeshje balancuar, kush shënon i pari, ja det të kualifikohet. Fakt edhe për Spanjë për Premier League, kështu tash. Di po goli u bë. Kush shënon tash, kush shënon ai fiton. Një gol do ndaj. Edhe e gjeta, më dëgjoni mua, jo vetëm Enion. Se kam më eksperiencë babi apo biri. Edhe Çfarë bëjmë tani, ata mbyllim? tani Se Bora po na thotë që kemi vajt shumë minuta. A Bora? 9. 9 minuta. në të që është aq shumë, po O, pra për po pak na fillon ndjeva, ndeshja, se për prandaj. pak na fillon ndeshja. Pra na bëni subscribe, na ndiqni, na bëni like, smash the like button, Smash the like button. edhe na ndiqni me shokët dhe shoqet. Ndajni sa më shumë subscribe dhe ndiqni se ne do jemi çdo ditë. Nesër mbase nuk jemi, mbase dhe jemi, Base nuk e se di. s'ka ndeshje S'ka nesër. ndeshje, por ju ndiqni botrorin, na ndiqni dhe neve. Dhe Alban Xhiani do ja kalojmë se ai nuk bën podcast nëse di unë. Albanit, edhe sot e mora vesh që ka vevo Albani, quhet Sokol Xhani. Ashtu? Edhe e kishte, po komenton të ndeshjen në Argentinë, Egjipt, edhe e kishte zërin fiksi Albani, dhe madje Nuk ka ndryshuar. edhe në gjante si Albani. Po jo, vllai apo jo? Po, Mos janë binjak. Unë, Ase. kush e di. Atëherë dhe nga ana ime Gerti Bosnjaku, na ndiqni gjithmonë, bëni subscribe.
Ky është numri i ri i Business Magazine, krenar Komoni i Tajv, kompania me vlerë $500 milion, nëse doni të bëheni të mësoni më shumë nga sipërmarrjet, motivoni që të bëni punë më të mira. Ndiqni mbi 40 artikuj mbi eventet më të mira të biznesit, eventet më të mira për kompanitë, motivimin më të mirë dhe startupet. Ju lutem, na ndiqni, bëni subscribe, shkarkoni aplikacionin Business Magazine Prime. E di që nuk duan të mërzisi me reklamat, librin nesër. Librin do ta promovojmë nesër, okay ne? Se jemi që jemi, podcastet mbahen nëpërmjet sponsorizimeve dhe product placement, kështu që na ndihmoni. Pra, mirupafshim miq. Mirupafshim miq. Takohemi nesër ose mbase pas nesër, edhe do e mbyllim për videon e sotshme, pra mirupafshim. Mirupafshim.